I gjendur në veri perëndim të Shqipërisë me një terren të larmishëm mes lumejve, liçeneve, fushave, maleve, luginave, shpellave dhe ishive, me një trashëgimi të pasur historike dhe kulturore, kulinari autentike, territori Vau të Dejës nga viti në vit po tërheq vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj. Antonio Pietraj, specialist pranë zyrës së turizmit në Vau të Dejës, tregon më shumë mbi destinacionet e preferuara të vizitorëve. Në gjurmët e kohës, me skalave dhe kishave të Vau të Dejës, padyshim që një peshë e rëndësishme mban ajo e shënmërisë, jo vetëm për bukuritë, por dhe historinë e pasur që ka. Vau të Dejës ka shumë monumente kulturore, shumë kala, shumë kisha të vjetra. Po e nisim nga fshati Kukël, ku është kompleksi muzeal, kompleksi Ndremjeda, kishën e fshatin Kaq, që ndodhet rreth 6 km nga qyteti i Vau të Dejësit, kishën e Shën Palit, Shën Pjetrit në Hajmel, ku zhvillohet dhe Betlehemi i gjallë, kemi kishën e fshatit Nën Shatit, gjithashtu edhe këtë kishën këto, që është një histori shumë e madhe për ne. Kjo është kisha ku ka vendosur kunur Gjergj Kastrioti, heroi jon kombëtar. Do t'i ftoj të tonë turistat, si ata të Shqipërisë, edhe ata emigrantët që do të vinë të vizitojnë historitë që kena ne këto nëpër kalat, nëpër kishat e këta monumente kulturore që kena, që ta zhvillojmë sa më shumë trashëgimin kulturore. Forma aktuale e kishës vjen pas restaurimit të vitit 1880, një këmbanore dhe një kryq diellori vendosur mbi çati, një simbol i lashtë që i shton kishës një ndjenjë mistike dhe të lashtë mes bukurive të liçenit, arkitekturës së kalave, historisë së kishave dhe kulinarisë së pasur. Vau të Dejës fshton çdo vizitor të shijojë këto destinacione.